piramidat e faraonët. Ke bën një sqarim në hutbe, domethënë fuqia dhe pasuria nuk e ndalojnë vdekjen. Po. Jo vetëm faraonët, tash faraonët janë simbol i njerëzve të shumë pushtetshëm. I njerëzve që pushteti i tyre ka met e dëshmuar edhe shumë domethënë shekuj e mia vite pas vdekjes tyre, sikur rasti i piramidave në Giza, domethënë në Kairo të Egjiptit. Nëse ata kanë vdek, a kanë me mendu se janë të pavdekshëm? Kush ka me gjallë për gjithmonë? Normalisht edhe sot ka njerëz që janë gatshëm me pagujt miliona dhe miliarda me zgjat jetën e vet. Mirë, po s'kan mundësi askush. Sepse mjekësia deri më sot, gjithse ka hulumtime dhe ka tentativa me shtuje gjatësinë ose me luftu vdekjen, po s'kan arrit sukses, edhe s'kan arrit. Transhumanizmi është domethënë filozofi doktrinare që tentojnë njerëzit me përhap në botë, se njeriu me jetesë të mirë, me aktivitet fizik të mirë, me medikamente të dobishme mundesh me jetu, s'mundesh deri në pafundësi me jetu. Edhe shka është më paradoksale, se njerëzit që promovojnë transhumanizmin, domethënë si një doktrinë filozofike se njeriu mund me shpëtu vdekjes, a di çka ndodh me ta zakonisht? Ndodh vetvrasje bëjnë. Çfarë ironie. S'ka kanon i cili nuk ka mundësi më na shkalu në gjithësi. Allah është i pari pa fund dhe i fundi dhe i pari pa fillim dhe i fundi pa mbarim. Krejt krijesa tjera kanë fillim dhe mbarim. Andaj edhe për emrave të Allahut në gjuhën arabe që i ka Allahu që ka qujt vetveten, huwal awwalu wal akhiru. Allah është i pari dhe i fundit. Krejt na domethën, po që jemi me fillim dhe mbarim, që s'ka mundësi askush me bë përjashtim. Sheve, krijimi i njeriut ka forma të caktuar. Zakonshmit janë lindi prej një kontakti mes një burrit e një gruas, një mashkull një femrës. Kjo është e zakonshme, domethënë, krejt miliardat njerëz kështu kanë ardhur në botë. Përveç disa përjashtimeve. Ademi alayhis salam është përjashtim, se është krijuar nga dora e Allahut xhelal më direkte. Pasti është dhënë shpirti nga barta dhe është dhënë shpirti është bën njeri. Pastaj gruaja e tij është krijuar në formë gjithashtu jo normale nga briri i tij dhe ka marrë formë. Edhe një krijesë tjetër është krijuar pa babë në formë të veçantë me urdhën e Zotit, është Isa alayhis salam. Krejt njerëzit tjerë janë krijuar duke lindë për një mashkull një për femre. Edhe fundi krejt tyve kam qenë vdekja. Siç ka vdek Ademi alayhis salam i cili është krijuar nga dora e Allahut për bartës pasi është dhënë shpirti. I është krijuar Hava, gruaja e tij, nga brini i tij dhe ka jetuar sa ka jetuar dhe ka vdek. Siç është krijuar Isa alayhis salam në mënyrë të veçantë dhe jeton sa jeton dhe në fund e ka me vdek, edhe sikur se kanë vdek këtë njerëzit tjerë edhe pejgamberët tjerë kanë me vdek, edhe këta të famshmit, të pushtetshmit, dhe të pasurit, se s'ka pasuri, s'ka shkencë, s'ka fuqi që mund të bëhet pa vdekshëm. Kjo dëshira me qenë pa vdekshëm është dëshira e kamëshme e njeriut, edhe është mashtimi më i madh, dhe kanë përmendur në disa ligjërata të mia, kanë folur sidomos për Ademin alayhis salam te rrethimet kuranore. Se mashtimi i parë që i ndodh njeriu është kjo dëshira me qenë pa vdekshëm.